Mungesa e masave të sigurisë, mos respektimi standardeve përkatëse dhe kontrolli dopt institucional po vazhdon të vënë në rrezik jetën e punëtorëve çdo ditë, ndërsa vetëm gjatë vitit të kaluar 19 persona kanë humbur jetën në vendet e tyre të punës. E një ngjarje e tillë e rëndë ka ndodhur dje në Gjakov, ku një punëtor i ri ka humbur jetën gjatë punimeve në lartësi. Sipas të dhënave që posedon sinjali, rreth orës 16:20 gjatë punës me kran në teren, krohu i mjetit dyshohet se ka goditur 29 vjeçarin Lendret Fetahaj, duke e rrëzuar nga lartësia në tokë. Lëndimet që ka marrë kanë qenë fatale dhe ai ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Menjëherë në vend ngjarje janë paraqitur njësitë policore dhe ekipi emergjent, të cilët kanë konstatuar vdekjen e tij. Më pas, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa Policia e Kosovës dhe Inspektoriati i Punës ka nisur hetimet për të sqaruar rrethanat e këtij aksidenti tragjik. I ndjeri kishte qenë më parë futbollist i klubit Gjakova, ndërsa është bërë e ditur se ai sot do varroset në fshatin Skivjan të Gjakovës.